Partia Demokratike ka garën më të ndershme dhe formën më demokratike të garës që mund të ekzistojë, deklaron doktori, pasi ka përjashtuar të gjithë kandidatë nga gara. Si e komentoni tani këtë qendrim? Saliana, e thua ti i pari? E kam thënë, është në gjendje të rënduar psikoemocionale. Pra, pavarësisht është vetë doktor, ka nevojë për të vizituar të një doktor psikiatër. Pra, ka kohë që doktori kardiolog nuk është mirë nga gjendja psikoemocionale. Pra, s'pari njerë mund të qeshim sa duam, por nuk ka më politikë dhe nuk ka demokraci. Pra, jemi në regjimin Rama Berisha. Së dyti për t'u përgjigjur se dhat një kronik pak më përpara që më përmendte. Shikojeni pak tani. Shikojeni pak qesharakzimin përtej çdo, po themi, imagjinate edhe përtej çdo dëshire që mund të kishte kundërshtari mi jashtë për Sali Berishës. Pra dele dhe flet për garën, por Sali Berisha është kandidat. Dhe Sali Berisha kandidat thotë që unë i përjashtoj kandidatët e tjerë në garë. Ka ngritur me gjas me një komision që e quan koke. Dhe ky komisioni duhet thoshte për shembull që ky kandidat nuk plotson këtë kriter, ky kandidat nuk plotson këtë kriter. Po jo, del vetë Saliu. Dhe Saliu si kandidat thotë unë nuk e pranoj as Talianin, as këtë, as atë, sepse unë jam konsumuar, sepse unë nuk kam mbajtur asnjë prej premtimeve që kam dhënë për ta mundur Edi Ramën, për ta trequr zvarr Edi Ramën, për të rregulluar marrëdhëniet me ndërkombëtarën, për të fituar zgjedhjet lokale, që deputetët i zgjidhnin në antarësia etj. Dhe çfarë bën pastaj? Vazhdon edhe me elementë të tjerë që mund të ishin në një garë, po themi, jo normale, por në një garë me doktorin, mund të ishin të pritshme këto, se janë, po themi, deklarime elektorale, jo po krimi, jo po këtë, po shkojnë çik tani, se nuk është edhe mirë. Thotë Ervin Saliani, thotë në burg rrinte me të burgosur. Po unë me qef me qenë se përmënde ti, pse i ndrit shpirti, po unë me qef do doja të rrija me Kadaren, me ju të bëja muhabet, ku di unë me akademik, po në burg me të burgosur rri, oj rritë. Kadaren kishte vdekur ku ishte në burg, se vetëm të ngjallej dhe të vindet e ty. Po thuaj me këta të tjerët këtu. Në burg rri me të burgosur, nuk rri me akademik, se në burg unë jam nga detyrimi, nuk jam nga qefi, jam se i ka dash, nuk jam nga qefi im, jam nga qefi Ramës dhe i Berishës, me sa duket që unë t'isha në burg. Edi Rama më ndaloj kandidimin, më hoqi mandatin, më izoloj 10 muaj, ky tjetri me nga kandidimi tani sepse ka frikë. Me qira fjala ky, shumë gjokën në të njëjtin burg e kishte ti apo vinte nga Shkodra të takon të ty. O zotri, aty ka 900 burgosur më. Me qenë se po e përmend këtë zotrin me emër, sa jesh në duke kryer dënimin e vet, ka kërkuar ta takoj Sali Berisha kur ishte në burg. Kur erdhi për të takuar mua, fakt donte të takonte këtë. Por nuk e takoi sepse tha që i tha ati gardianit, i tha që e kam ndihmuar në zgjedhjet lokale 6 marsit 2022 dhe më gënjeu, tha. Pra se është mos mirënjohës dhe nuk e takoj më, dhe qëndroj me mua, u detyrua të rrinte pak më gjatë me mua se nuk e priti ky. Tani vim pak te disa element tjerë që ka të bëjnë, se kjo është e vërteta, të themi disa të vërteta për njerëzit. Tani thot një element tjetër, thot jo po gysi, jo po ky. Tani unë e përmend këtë dhe po them që Sali Berisha ka një dosje, që është dosje e Akshit, që do ta nxjerrë unë nëse nuk e nxjerr ai. Dhe Sali Berisha unë e përmend Ergy Sagasin si njeri të kapur në krim nga Spaku. Tani Sali Berisha pse nuk e përmend Ermal Beqirin që është bashkë me Ergy Sagasin tek e njëjta dosje. Dini gjë ju se ja kam thënë ja 10 herë, po sikur nuk e thënë një herë tjetër, po pse vallë? Nuk preket në sedër. Pse nuk e përmend Ermal Beqirin? Se është biznesmen ky, se nuk e di ku e kam dorën këtu. Është biznesmen ky. Se duhet fshar studio. Biznesmen ky zotri. Pse nuk e përmend? Dini gjë ju? Ka dhe një 10 emra tjera aty. Pse nuk e përmend Sali Berisha këtë kur doq pallati, këtë të Fatmir Xhafës po detyrohet të mbrohet, këtë Lilon e pallatit që u doq. Pse nuk i përmend Sali Berisha me emër, sepse nëse unë jam kapur nga njeri, unë nuk kam guxim që ti përmend apo jo. Unë po të them, zotri i nderuar, unë nuk kam asnjë lidhje dhe nuk kam asnjë lloj qa do lloj emri ti vendosim kap do të mua, se di Sali Berisha, se s'm kap do të Sali Berisha, jo me këta tjerët. Unë po them, Partia Demokratike me Sali Berishën ka rezultatin më të dobët historik nga viti 1987. Sali Berisha është pengesa për të bashkuar opozita dhe është fati Edi Ramës për të qëndruar në pushtet në kohë gjatë. Tani ky zotria, me qenë se ka këtë forcë, ka këtë peshë, ka këtë pretendon që ka shumicën në Partinë Demokratike. Pse nuk bën garë Sali Berisha dhe thotë që ja unë po të degeneroj ty me votë. Sepse Sali Berisha është i braktisur nga demokratët. Ishte në Dibër dje, e pat, Dibra bastion demokrat me zor kishte mbledhur 200 veta nga Dibra, nga Klosi, nga Bulqiza,
nga Burreli, nga Mati dhe kishte marrë nga Tirana. Tani në salla ky ka më pak njerëz se unë, ku është e matshme. Në reagim publik merreni shikojeni edhe tek faqja e vet, sa po edh një postim, i ke nuk di ç'të them. Është në fatkeqësi dhe për veten e vet, nuk ka njeri që i rri afër që në tavolina me cilin do që ulet, mos e degeneroj duke thënë që me këtë nuk bëhet, me Sali Berishën nuk fitojmë, Sali Berisha po na merr në qaf, Sali Berisha e ka biznes partin, Sali Berisha e shfrytëzon për të bërë para për vete, e kështu me radhë. Tani ku jemi në politikë ne këtu tek këto që thon Sali Berisha? Se unë për t'i vendos emra, i vendos cilin doj ai. Po ç'a fakti ka? Ka vetëm një fakt. Hajde po e kthejmë, ta zëm se do ishte kriter lidhja me krimin, zotërinj të nderuar dhe publik i nderuar. Nëse do të ishte kriter lidhja me krimin, Sali Berisha është i sankcionuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që janë etalon për demokracinë, dhe nga Home Office nga Britania e Madhe. E publikova dje dosjen e gjykatës britanike në cilën ishte ankuar i nderuari Sali Koltuku. Dhe çfarë thoshte dosja? Dosja e gjykatës britanike thoshte, po e përmbledh, në një paragraf që ishte shumë i rëndësishëm. Sali Berisha është personazh politik që ka lidhje me krimin organizuar dhe që ka përdorur lidhjet me krimin organizuar për influencë politike për qëndruar në pushtet. Pra ky ka gjykatë britanike, jo gjykatë regjimit që është i lidhur me krimin. Dhe guxon ky të bëj pis, e të tentoj të bëj pis, e i nderon që unë kam bërë burg për shkak se kam denoncuar kriminalët 1-1. Nuk ka një band që kishin frikë ta përmenden nga selia e Partisë Demokratike, që nuk e kam përmendur nga Shkodra në Konispol, apo nga Kuksi në Vlorë, apo nga cili do qytet që doni ju. Tani si mund të flasë një njeri i cili ka shkatruar standardet demokratike të këtij vendi, i cili po shkatron kulturën demokratike që duhet ketë një vend, dhe që ka 36 vite, aq sa që kam moshën unë, që dominon dhe e mban peng Partinë Demokratike dhe tani po mban peng edhe shoqërinë. Shoqëria në çdo sondazh 60% është e pakënaqur me qeverinë e Edi Ramës. Por kur vendoset përballë Gogolit Sali Berisha, Edi Rama duket që po fiton zgjedhjet. Nga ana tjetër, ka një element që është shumë i rëndësishëm. Opozita fiton zgjedhjet me epërsi morale. Ne i kërkojmë Edi Ramës të bëjë zgjedhje të lira, të barabarta dhe të ndershme siç e parashikon kushtetuta. Po vetë Sali Koltuku çfarë bën? I vjedh zgjedhjet, e uzurpon partinë më keq se sa uzurpon Rama Shqipërinë. Se Rama i bën në mënyrë i vjedh zgjedhjet, po përpiqet t'i mbuloj. Ky i bën hapur më, shikon ti si i vjedh ky apo jo. Këtu s'ka politik, ne flasim edhe mirë bëjmë që flasim që të dëgjojnë njerëzit dhe të fillojë të ketë një kulturë për ndryshim, por këtu nuk ka më politik. Këtu ky thot, unë kam këtë, i kam vendosur këtë hurin këtu dhe po rri për interes personal sepse duhet të bëj para nga Edi Rama. Çfarë fiton ky?